Zoti kryetar, kërkesë shumë procedurale që e kam me ju personalisht. Ndaleni këtë abuzim që po bëni me deputetet e reja në këtë sallë, që i çoni të njëjtin tekst, dalin të flasin këtu, të cilat sa do të përpiqen nuk e mbulojnë dot zullumin që po bëni. Kini parasysh që ka ajo akademia politike që e organizua duhet i kishit shpjeguar se çfarë është rregulloria e kuvendit, se çfarë është Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, se cilat janë të drejtat e pakundërshtueshme, të panegociueshme të një deputeti, veçanërisht deputetit të opozitës. Duhet i kishit shpjeguar minimalisht faktin që kur rregulloria e kuvendit lejon qeverinë të sjellë apo një grup deputetësh të sjellin në parlament një projekt ligj me procedurë të përshpejtuar, do thotë që ka një urgjencë. Ka një urgjencë, mund të ketë 2 urgjenca, mund të ketë dhe 3 urgjenca qeveria. 17 urgjenca. 19 për 17. Ato janë të përshpejt, me procedurë të përshpejtuar, Niko, këtë së mbulon dot as ti. Nuk është e vërtetë që ky kuvend ka qenë kështu gjithmonë. Ky kuvend ka pas burra shteti, ka pas dhe në këtë anë. Nga cilat duhet marrësh ti shembull, Niko, ka pasi kryetar kuvendi këtu, që ka dhënë dorëheqjen pa ja kërkuar kërkush, vetëm se një ligj, një procedurë që kaloi këtu në vitin 2002, u quhet antikushtetuese nga gjykata kushtetuese. Emri i tij është Namik Dokli dhe i përket kësaj ane të parlamentit. Do kisha dashur shumë që të kishte qenë kjo përgjegjësish këtej. Në atë sallë, më dhem kur e them, se është antagonist politikisht Namik Dokli, mu do të jetë gjithmonë. Përgjegjësinë shtetare mbi këtë rregullore dhe mbi këtë kushtetutë ka treguar i burr me dorëheqje. Ata janë shembull që duhet ju frymëzojnë dhe jo somësot që ju vinë. Këshill e imja. Kini parasysh dhe një gjë. Absolutisht kjo sallë me të vërtetë që nuk mund të edukojë asnjë prej jush. Nëse prisni të edukoheni në këtë sallë keni marrë fund. Është antiedukative dhe për cilin do që na ndjek. Duke nisur nga një fakt përveç të tjerave. Të gjesh këtu përballë një njerëz të Zotit që flet për Zotin dhe të tulin krah me Edi Ramën, me partinë që ka shkatruar kishat dhe xhamiat, këtu çdo besimtar është në atë momentin e tij të dyshimit. O Zot, a je kundër more që e lën këtë sallë këtu? Faleminderit.